Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Aeroporti Rinasi del me njoftim për udhëtarët që udhëtojnë në këto data. Aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza këshillon pasagjerët që udhëtojnë në datat 15 dhe 16 maj të paraqiten në aeroport të paktën 3 orë para fluturimit. Më 15 dhe 16 maj Tirana do të presë samitin e Komunitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e liderëve nga e gjithë bota, kështu që për shkak të masave të sigurisë dhe bllokimeve të rrugëve priten vonesa dhe trafik. Më 15 dhe 16 maj Tirana do të presë samitin e Komunitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e liderëve nga e gjithë Europa. Për shkak të masave të sigurisë dhe bllokimeve të rrugëve priten vonesa dhe trafik i rënduar. Pasagjerët që udhëtojnë në këto data këshillohen të planifikojnë paraprakisht dhe të paraqiten në aeroport të paktën 3 orë para fluturimit. Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, thuhet në njoftimin e TIAS. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.